Kosova ka përmbushur të gjitha kriteret, prandaj në këtë rast, me rishikimin e fundit pra që bëhet përmbyllet sot, Kosovës i vihen në dispozicion edhe pjesa e mbetur e mjeteve, pra që janë 16 miliard. Sektori ynë bankar mbetet i fortë, i qëndrueshëm, me likuiditet të lartë, i kapitalizuar mirë, fitimprës. Along these developments, we have also seen a notable rise in employment and wages. Që të dyja këto programe ishin dakorduar 2 vite më parë në Washington DC, bashkë me ekipin e FMN-s, pas një sër negociatash dhe si synim pra kanë pasur që të mbështetin programi RSF, si programi i ri i FMN-s, ka për synim që të mbështet shtetet që performojnë mirë, pra ka aspekti i politikave fiskale dhe Kosova u bë shteti i parë në Evropë dhe në rajon që kishte përfituar nga ky program. Synimi kryesor i programit pra është rritja e kapaciteteve të energjisë së ripërtreshme. Më konkretisht e kemi pasur tash së fundmi lancimin e ankandit për energji me erë me kapacitet prej 150 MW, por kanë qenë edhe masat të tjera si që janë pra ankandi solar apo përmbyllja e tij prej 100 MW që kishim vitin e kaluar, ligji për energji të ripërtreshme, mbështetja e investimeve në eficiencë të energjisë përmes izolimit të banesave dhe shumë masa të tjera. Ndërkaq me programin e aranxhimit për gatishmëri, pra SBA, është synuar ruajtja e stabilitetit makroekonomik, por edhe përshpejtimi i zbatimit të reformave që mundsojnë rritje ekonomike të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. Siç e thash, që të dyja këto programe kanë zgjatur 2 vjet dhe Kosova ka përmbushur të gjitha kriteret, prandaj në këtë rast, me rishikimin e fundit pra që bëhet përmbyllet sot, Kosovës i vihen në dispozicion edhe pjesa e mbetur e mjeteve, pra që janë 16 miliard nga programi i aranxhimit për gatishmëri, si dhe 10 milion euro të tjera pra nga programi i reziliencës dhe qëndrueshmërisë. Kjo e fundit, pra programi i reziliencës dhe qëndrueshmërisë, do të disbursohet në llogarinë e Qeverisë Republikës Kosovës, ndërkaq programi i aranxhimit për gatishmëri mbetet si aranxhman pra në gjendje gatishmërie në rast se është e nevojshme. Kjo arritje reflekton angazhimin tonë të përbashkët dhe të palëkundur për stabilitetin financiar, për qëndrueshmërinë ekonomike dhe reformën institucionale dhe atë të sektorit financiar. Banka Qendrore e Republikës Kosovës ka punuar me përkushtim për të forcuar strukturat e saj qeverisëse, institucionale, për të rritur stabilitetin financiar dhe për të përshtatur kornizën rregullative me standarde ndërkombëtare, veçanërisht ato të Bashkimit Evropian. Sektori ynë bankar mbetet i fortë, i qëndrueshëm, me likuiditet të lartë, i kapitalizuar mirë, fitimprës dhe me nivele të ulta të kredive jo performuese. Qëndrueshmëria e sektorit financiar reflekton gjithashtu në faktin se gjithë treguesit e shëndetit financiar mbeten brenda parametrave dhe kërkesave të rregullative së BÇK-s. Bankat vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në mbështetjen e ekonomisë reale. Raporti i kredive dhe depozitave ka arritur në 84.6% me një rritje dyshifrore në kredi dhe depozita. But I'm pleased to report that over the last 2 years a lot of progress was made and objectives which we set initially for the programs have been successfully achieved on macroeconomic stability. So during that program, we have witnessed strong economic growth, following 4.1% growth in 2023. We estimate growth in 2024 to be at 4.4%, which is one of the highest in Europe. At the same time, we saw a rapid disinflation. In 2022, when before the program started, inflation stood at 11.6%. Last year, average inflation was at 1.6%. So clearly significant disinflation. Along these developments, we have also seen a notable rise in employment and wages.